Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kabinetit qeveritar dhe të medjave, të dashur qytetar, jam thellësisht i pikëlluar nga vdekja tragjike e 3 të rinjve tonë në 2 raste të ndryshme ditëve të fundit. Motrat Erza dhe Aulona Zubaku në një aksident rrugor në Gjermani dhe Valmir Morina në vendin e tij të punës në Prizren. Në emrin tim dhe të Qeverisë Republikës Kosovës shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjet Zubaku nga komuna e Kamenicës dhe Morina nga komuna e Malisheus. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 25 të Qeverisë Republikës Kosovës, e para në të cilën po takohemi fizikisht pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Më lejoni të uroj qytetarët për procesin e rregullt, të lirë dhe demokratik zgjedhor. Kosova nuk kishte nevojë për këto zgjedhje dhe ky rezultat e dëshmon këtë, të cilën e kemi thënë e ripërsëritur para se ato të ndodhin. Sido që të jetë, qytetarët folën sërish qartë. Rezultati duhet të pranohet e të respektohet dhe vullneti i popullit të zbatohet e të përkthehet në institucione funksionale demokratike, të angazhuara e të përkushtuara për zhvillim e mirëqenie, arsim e shëndetësi, për siguri e mbrojtje, industri e prodhim, investime të mëdha infrastrukturore nga hekurudhat te digat e jo vetëm. Andaj, porsa të certifikohet rezultati i zgjedhjeve, do të nisim punën dhe diskutimet për formimin e institucioneve të reja, konstituimin e legjislaturës së 11 të kuvendit, formimin e qeverisë së re dhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Të dashur qytetar, afër 27 vjet e gjysmë pas masakrës së Reçakut, janë arrestuar 5 ish-pjesëtar të policisë së Serbisë. Derisa në njërin anë përgëzojmë institucionet për arrestimin e të dyshuarve, pas, siç u tha, një hetimi prej 6 muajsh, nuk mund të mos vëmë në spikon faktin se deri në vitin 2020, askush nuk është marrë në këtë rast. Rrjedhimisht nga mira lëndë të trashëguara nga Euleksi, asnjë nuk ishte për masakrën e Reçakut. Në njërin anë kemi arrestim pas 6 muajsh hetim, e në anën tjetër kemi më shumë se 2 dekada dështim apo kurrfar përpjekjesh për ndjekje të përgjegjësve dhe zero angazhim për drejtësi lidhur me këtë rast. Derisa po ja afrohemi 3 dekadave të plota nga lufta e fundit, dëshmitarët po plakën e jo pak të tjerë dhe kanë vdekur. Andaj është e domosdoshme që hetimet dhe gjykimet për krimet e kryera gjatë luftës të marrin hov e ritëm të shtuar. Si qeveri e Republikës jemi gjithnjë të interesuar, të angazhuar dhe të përkushtuar të ndihmojmë në këtë drejtim. Të dashur qytetar, sot dua të uroj ditën e komunitetit egjiptian, duke i falendëruar për kontributin e tyre të vazhdueshëm për shtetin tonë. Do të jemi krah jush dhe pranë jush, ashtu siç kemi qenë për herë. Urime. Me qenë se në agjendë kemi 14 pika, por edhe aktivitetet të tjera pas mbledhjes, ju ftoj të nisim shqyrtimin e tyre sipas renditjes. Ju faleminderit. Pika e parë është shqyrtimi propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve 19 dhe 20, të ekstrakteve të procesverbaleve të mbledhjeve 21, 22, 23 dhe 24 elektronike korresponduese të Qeverisë Republikës Kosovës. Ekstraktet dhe procesverbalet e transkripteve të mbledhjeve janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes së 25 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi propozim vendimit për aprovimin e qiradhënies sipas kërkesës së Agjencisë Pyjore të Kosovës
Ministria e Bujqësisë, Prontarisë dhe Zhvillimit Rural në kozgjatje prej 15 vite për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqeror, zona kadastrale Seqesht, komuna Hani i Elezit. Të nderuar kolegë të kabinetit qeveritar, ju ftoj për të shqyrtuar propozimin e Ministrisë së Bujqësisë, Prontarisë dhe Zhvillimit Rural për dhënie me qira për 15 vite të rreth 9,97 hektar tokë pyjore në Seqesht të Hanit e Elezit. Për më shumë detaje lidhur me këtë propozim, e ftoj Ministrin Armend Muja që ta marrë fjalën. Atëherë, mirëdita, nderuar kryeministër, nderuar kolegë, Ministria e Bujqësisë në vazhdim të procedimit të gjitha rasteve sa përket dhënies me qira të tokës pyjore në shërbim të projekte të mëdha strategjike, por edhe ato që kanë rëndësi vitale për ekonominë e vendit, propozon që të jepet në shfrytëzim për 15 vite toka pyjore ndërmarrjes Sharcem, përkatësisht zona kadastrale Seqesht, komuna e Hanit e Elezit, dhe e cila ndërlidhet me nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqeror. Ju ftoj si kolegë që kjo marrëveshje të votohet. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër Muja, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për menatim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstentim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit për rialokimin e mjeteve buxhetore në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit në 4 projekte kapitale të reja në përputhje me memorandumet e mirëkuptimit për projekte kapitale të nënshkruara nga Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit dhe kryetarët e komunave përkatëse. Propozohet të merret vendim për rialokimin e 1,15 milion eurove për financimin e 4 projekteve infrastrukturore me rëndësi për zhvillimin lokal dhe përmirësimin e shërbimeve publike në komunën Jugoret Mitrovicës, në Fushë Kosovë, Graçanisë dhe Obiliq. Investimet do të mundsojnë rehabilitimin dhe asfaltimin e segmenteve rrugore, si dhe zgjerimin e infrastrukturës së ndriçimit publik, duke përmirësuar sigurinë, qarkullimin dhe lidhjen ndërmjet vendbanimeve. Nga fondi i përgjithshëm 500.000 euro janë dedikuar për rrugët në jug Mitrovicës, 200.000 euro për rehabilitimin e rrugës së Uglarit, ndërsa 450.000 euro për 2 projekte infrastrukturore në komunën e Obiliqit. Këto investime realizohen në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional me komunat dhe synojnë adresimin e nevojave konkrete të qytetarëve në nivel lokal. Për më tepër e ftoj Ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit, zotëri Dimal Bashën, që ta marrë fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë. Lejoni të prezantoj propozim vendimin për rialokimin e mjeteve në vlerë prej 1,150.000 euro në kodët Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit, me qëllim financimin e 4 projekteve të reja kapitale në kodët të programit të bashkëfinancimit me kuvendet komunale. Dokumentacioni përcjellës është shqyrtuar dhe është konstatuar se propozimi është në përputhje me legjislacionin në fuqi. Po ashtu, Ministria e Financave ka dhënë opinion pozitiv financiar për realizimin e këtij rialokimi. Mjetet e propozuara nuk kërkojnë buxhet shtesë, por rialokohen nga projekti kapital, programi i bashkëfinancimit me kuvendet komunale, me kod 10.041, në projektet të cilat janë dakorduar për realizim me komunat përkatëse dhe mbështeten në memorandumet e mirëkuptimit të nënshkruara ndërmjet Ministrisë dhe kryetarëve të komunave. Përmes këtij propozimi parashihet financimi i 4 projekteve, po flasim për vitin 2026, cilat kanë rëndësi të veçantë për gjithë qytetarët e këtyre rajoneve. Komunën e Mitrovicës së Jugut, në vlerë prej 500.000 euro, do të realizohet asfaltimi rrugëve në fshatrat Bajgur, Reshan, Tërsten dhe Kutllës të Vllahis. Në komunat e Fushë Kosovës dhe Graçanicës, në vlerë prej 200.000 euro, do të financohet rehabilitimi i rrugës Uglari, një rrugë që ka më pret të rehabilitohet, dhe segmentit të rrugës Agron Rahmani. Në komunën e Obiliqit, në vlerë prej 300.000 euro, do të realizohet rehabilitimi dhe zgjerimi i asfaltimit të rrugës që lidh Klementinin me Hamidin dhe Sibocin. Në këtë komunë po ashtu do të financohet edhe ndërtimi i sistemit të ndriçimit publik në vlerë prej 150.000 euro.
Këto investimet do ta përmirësojnë infrastrukturën lokale dhe do të krijojnë kushte më të mira për qytetarët e këtyre komunave, duke qenë se bëhet fjalë për projekte të dakorduara me komunat përfituese, të harmonizuara me kornizën ligjore në fuqi. Ju ftoj që ta mbështesni dhe ta miratoni këtë propozim vendim. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Bosha, edhe fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi propozim vendimit për realokimin e mjeteve buxhetore në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal në 4 projekte kapitale në përputhje me 4 marrëveshjet për mbështetje financiare për projektet kapitale të nënshkruara nga Ministri MAPL-s dhe kryetarët e komunave përkatëse. Përmes këtij vendimi sigurohen 1.05 milion euro për financimin e 4 projekteve kapitale në jug të Mitrovicës, Shtime, Pej dhe Podujev, me fokus në përmirësimin e infrastrukturës publike dhe shërbimeve për qytetarët. Investimet përfshijnë rekonstruktimin e urës Sitnica, rregullimin e kanalizimit dhe asfaltimin e rrugëve, revitalizimin e zonave rekreative malore, si dhe ndërtimin e një salle të jashtme sportive për nxënësit. Këto projekte pritet të kontribuojnë në rritjen e sigurisë, mobilitetit dhe cilësisë së jetës në komunat përfituese. Financimi realizohet në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal dhe komunave përkatëse. E ftoj Ministrin e Administrimit Pushtetit Lokal, zotëria Elbert Krasniqin, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal bazohet në ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026, në 13 paragrafi 3, fondet e ndara në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal të parapara programin për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal. Në këtë proces, MAPL ka pranuar kërkesën nga 7 komunat me gjithsej 7 projekte, mirëpo deri në lartësinë e mjeteve të dedikuara për këtë qëllim. Nga kjo thirrje, Komisioni Vlerësues ka realizuar në mbështetje të gjithsej 4 projekteve në 4 komunat në vlerë të përgjithshme prej 1.050.000 euro. Andaj me qëllim të realizimit të këtyre projekteve, kërkojmë nga ju që mjetet me shumë prej 1.050.000 euro të rialokohen në kodin 15633, Programi Komunal për Zhvillim të Infrastrukturës Socio-Ekonomike dhe Bashkëpunim Ndërkomunal për vitin 2026 në 4 projekte për të cilat janë nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit në mes të MAPL-s dhe kryetarëve të komunave. Projektet në të cilat kërkohet alokimi i mjeteve janë projekti rekonstruimi urës Sitnica, komuna Mitrovicës së Jugut, në vlerë prej 400.000 euro, projekti rregullimi kanalizimit të asfaltimit në qytet dhe fshatat e komunës së Shtimës në vlerë prej 300.000 euro, projekti revitalizimi i zonave publike dhe infrastrukturës së rekreacionit malor në komunën e Pejës në vlerë prej 300.000 euro dhe projekti ndërtimi i sallës së jashtme sportive në shkollën Musli Dumoshin në Rumash, komuna Podevës në vlerë prej 50.000 euro. Ju falenderoj. Faleminderit Ministri Krasniqi, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozim vendimit për ndalimin e ekzekutimit të rregullorës për pranimin dhe trajtimin e thirrjeve telefonike në sistemin e caktimit të avokatëve sipas detyrës zyrtare apo ex officio të Odës së Avokatëve të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente. Me qëllim të garantimit të funksionimit efektiv të sistemit të drejtësisë dhe mbrojtjes së të drejtave qytetarëve, parashihet pezullimi i përkohshëm i zbatimit të rregullorës së Odës së Avokatëve të Kosovës për pranimin dhe trajtimin e thirrjeve telefonike në sistemin e caktimit të avokatëve sipas detyrës zyrtare deri në një vendim përfundimtar të gjykatës kompetente. Ky veprim mbështetet në shqetësimet e ngritura nga institucionet e drejtësisë lidhur me ndikimin që rregulloria mund të ketë në funksionimin e sistemit të mbrojtjes juridike, veçanërisht në fazat e hershme të procedurave penale. Për më shumë e ftoj zëvendës kryeministrin dhe ministrin e drejtësisë, zonja Ndonika Gërvalla Shpars, ta marrë fjalën. Faleminderit kryeministër, shumë të nderuar koleg, paraqes para jush për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin ton për ndalimin e ekzekutimit të rregullores për pranimin dhe trajtimin e thirrjeve telefonike në sistemin e caktimit të avokatëve sipas detyrës zyrtare ex officio të Odës së Avokatëve të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës.
Nderuar koleg, Ministria e Drejtësisë në kuadër të mandatit saj kushtetues dhe ligjor për zhvillimin e politikave që garantojnë funksionimin e rregullt dhe efektiv të sistemit të drejtësisë dhe sigurimin e qasjes së barabartë në mbrojtje juridike për të gjithë qytetarët si palë të së drejtës, ka trajtuar me shumë vëmendje dhe kujdes çështjet e ngritura lidhur me funksionimin e sistemit të caktimit të mbrojtësve sipas detyrës zyrtare. Nga shqyrtimi i dispozitave të rregullore së lartë përmendur, është vlerësuar se disa kërkesa procedurale të parapara mund dhe krijojnë pengesa praktike në funksionimin efektiv të mekanizmit të caktimit të mbrojtësit sipas detyrës zyrtare, veçanërisht në fazat fillestare të procedurës penale, kur të dhënat relevante mund të mos jenë plotësisht të disponueshme në kohë reale apo në raste të tjera kur ligji parashet që procedura të zhvillohet në masa të veçanta sipas ligjit. Duke pas parasysh garantimin e mbrojtjes efektive juridike, si dhe nevojën për funksionimin e pandërprerë dhe efikas të sistemit caktimit të mbrojtësve sipas detyrës zyrtare, si dhe duke marrë parasysh kompetencën e Qeverisë Republikës Kosovës për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve të përgjithshme të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe të drejtën për të ndaluar ekzekutimin e tyre deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente, është vlerësuar e domosdoshme që zbatimi i kësaj rregullore të pezullohet përkohësisht deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Ky veprim synon të sigurojë ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës për mbrojtje, si dhe të garantojë funksionimin e drejtë dhe efektiv të mekanizmit mbrojtjes juridike e veçanërisht mbrojtjen absolute të drejtave themelore të njeriut për palët e së drejtës. Prandaj, me besimin se ky propozim vendim do të marrë përkrahjen tuaj, ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit Ministre Gërvolla, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6, shqyrtimi i propozim vendimit për ndalimin e ekzekutimit të aktit administrativ mbi lartësinë e shpenzimeve për regjistrim Odës së Avokatëve të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente. Me qëllim të garantimit të zbatimit të ligjit dhe qasjes së barabartë në profesionin e avokatisë, parashihet pezullimi i përkohshëm i zbatimit të aktit administrativ të Odës së Avokatëve të Kosovës që përcakton lartësinë e shpenzimeve për regjistrim deri në një vendim përfundimtar të gjykatës kompetente. Vlerësimet e Ministrisë së Drejtësisë tregojnë se tarifa e përcaktuar mund të tejkalojë kufirin e lejuar me ligjin për avokatin, i cili parashet që këto shpenzime të mos jenë më të larta se 3 paga minimale në Republikën e Kosovës. Masa synon të sigurojë respektimin e legjislacionit të fuqi dhe të mbrojë qasjen e barabartë të profesionistëve të rinj në ushtrimin e profesionit të avokatit. E ftoj përsëri zëvendës kryeministrin dhe ministrin e drejtësisë, zonjën Gërvolla Shfarsa, ma fjalën. Faleminderit kryeministër. Këtë herë vendimi ka të bëjë përsëri me vendimet e Odës së Avokatëve, por aktin për përcaktimin e lartësisë së shpenzimeve për regjistrim të Odës së Avokatëve të Kosovës deri në një vendim përfundimtar gjykatës supreme. Nga shqyrtimi i lartësisë së shpenzimeve për regjistrim të Odës së Avokatëve të Kosovës është konstatuar që nuk përputhen me dispozitat e ligjit të avokatisë, sepse ligji parasheh, siç e tha dhe kryeministri, që lartësia e shpenzimeve të regjistrimit në Odë të Avokatëve të jetë jo më shumë se 3 paga minimale. Prandaj, aktualisht, lartësia e shpenzimeve për regjistrim në Odë të Avokatëve nuk duhet ta tejkalojë shumën prej 1.275 euro tash, ndërsa nga korriku 1.500. Duke pas parasysh rëndësinë e garantimit zbatimit të ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë të sistemit të caktimit të mbrojtësve sipas detyrës zyrtare dhe bazuar në kompetencën e qeverisë për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe të drejtën për të ndaluar ekzekutimin e tyre deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente, vlerësojmë të domosdoshme që zbatimi i lartësisë së shpenzimeve për regjistrim të pezullohet përkohësisht deri në vendimin përfundimtar të gjykatës.
Prandaj, të nderuar kolegë, kërkoj mbështetjen tuaj për këtë vendim. Faleminderit Ministre Gërvalla. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e Komisionit për kompenzimin e viktimave të krimit. Për të garantuar zbatimin efektiv të ligjit për kompenzimin e viktimave të krimit dhe mbrojtjen e të drejtave të viktimave, propozohet emërimi i Komisionit për kompenzimin e viktimave të krimit. Ky mekanizëm është përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave dhe vendimmarrjen lidhur me kompenzimin e personave që kanë pësuar nga veprat penale. Emërimi i tij siguron vazhdimsinë e funksionimit të sistemit të kompenzimit dhe forcimin e mbështetjes institucionale për viktimat e krimit. Për më shumë, e ftoj sërish Ministrin e Drejtësisë zonja Andonika Korvalla Shfarc që ta merr fjalën. Kolegë nderuar, duke reflektuar angazhimin tonë për respektimin e të drejtave të viktimave dhe për garantimin e mbështetjes institucionale që u takon, kemi ndërmarrë veprimin e domosdoshëm për emërimin e Komisionit për kompensimin e viktimave të krimit. Kemi parasysh rëndësinë e garantimit zbatimit ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë dhe efikas të institucioneve. Ministria e Drejtësisë mbetet e përkushtuar të sigurojë transparencë, profesionalizëm dhe koordinim të plotë ndërinstitucional. Ky proces, pjesë e vizionit tonë për një sistem drejtësie të besueshëm, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë. Ky veprim synon të sigurojë ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës dhe zbatimin e mirëfillt të ligjeve në fuqi. Prandaj kërkoj mbështetjen tuaj për këtë propozim, nderuar kolegë. Faleminderit Ministre Gërvalla. Nëse nuk e don fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi propozim vendimit për rialokimin e mjeteve buxhetore në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal në pajtim me marrëveshje mirëkuptimit për bashkëfinancim të projekteve të nënshkruara nga Ministri i Zhvillimit Rajonal dhe kryetarët e komunave. Përmes këtij vendimi mundësohet rialokimi i 350.000 eurove për bashkëfinancimin e 8 projekteve kapitale në Suharek, Pej, Junik, Shtime, Prizren, Rave, Zbushtri dhe Gjakov. Investimet do të mbështesin përmirësimin e infrastrukturës rrugore, ndryshimin publik, objekteve sportive, parqeve dhe hapësirave publike, si dhe zhvillimin e zonave agroturistike e të infrastrukturës së transportit publik. Projektet synojnë të nxisin zhvillim ekonomik lokal, të përmirësojnë shërbimet për qytetarët dhe të krijojnë kushte më të mira jetese në komuna përkatëse. Financimi realizohet në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe komunave përkatëse. Andaj e ftoj Ministrin e Zhvillimit Rajonal, zotëri Rasim Demirin, që ta marrë fjalën. Para jush, sot paraqesim për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për rialokimin e mjeteve buxhetore në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, në pajtim me marrëveshjet e mirëkuptimit për bashkëfinancimin e projekteve, të nënshkruara ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe kryetarëve të komunave. Ky rialokim i mjeteve është domosdoshëm për zbatimin e obligimeve të marra përmes këtyre marrëveshjeve dhe për mundësimin e realizimit të projekteve me interes për zhvillimin ekonomik dhe social të komunave profituese. Përmes këtij vendimi sigurohet mbështetja e investimeve lokale, përmirësimi i infrastrukturës dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal në funksionon të zhvillimit të balansuar rajonal. Andaj, kërkoj mbështetjen tuaj për miratimin e këtij propozim vendimi. Faleminderit. Faleminderit Ministër Demiri, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.
Pika e 9 është shqyrtimi propozim vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik pronave të palujshme, të cilat preken nga realizimi i projektit sanimi i rrëshqitëzës në rrugën Hani e Lezit Gorancë. Me këtë propozim vendim kërkohet miratimi i shqyrtimit të mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave që preken nga realizimi i projektit për sanimin e rrëshqitëzës në rrugën Hani e Lezit Gorancë në zonën katastrale Rezhancë, komuna e Hanit e Lezit. Shpronësimi kërkohet për të mundësuar realizimin e projektit dhe përmirësimin e sigurisë në këtë segment rrugor. Pas miratimit të vendimit, Ministria do të organizojë dëgjime publike me pronarët dhe palët e interesit me qëllim informimin dhe trajtimin e komenteve dhe shqetësimeve të tyre lidhur me procesin e shpronësimit. E ftoj Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, zonjën Fitore Pacolli Dalipi, që të na informojë më shumë lidhur me këtë propozim. Faleminderit kryeministër, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Propozimi vendimi ka të bëjë me shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësimin në interes publik të pronave që preken nga realizimi i projektit, pra për sanimin e rrëshqitjes në rrugën Hani e Lezit Gorancë, pra në zonën kadastrale e Rezhancë, komuna Hanit e Lezit. Qëllimi i këtij projekti është eliminimi i rrezikut të shkaktuar nga rrëshqitja e dhëut, rritja e sigurisë për qytetarët dhe garantimi i qarkullimit të qëndrueshëm në këtë aks të rëndësishëm rrugor. Pas miratimit të vendimit do zhvillohen dëgjimet publike me pronarët dhe palët e interesit, ndërsa institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë me procedura tjera ligjore të shpronësimit dhe vlerësimit të pronave të prekura në përputhje me dokumentacionin përkatës. Andaj ne kërkojmë miratimin e këtij propozim vendimi. Faleminderit. Faleminderit Ministre Pacolli Dalipi, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 10 është shqyrtimi i propozim vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palujshme të cilat preken nga realizimi i projektit të rehabilitimi rrugës rajonale R112 segmenti Gjonaj-Bishtazhin. Fillon procedura për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim të pronave që preken nga projekti i rehabilitimit të rrugës rajonale R112 në segmentin Gjonaj-Bishtazhin, komunën e Prizrenit. Projekti synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë së qarkullimit për qytetarët dhe bizneset e zonës. Për më shumë e ftoj edhe një herë ministren Pacolli Dalipi që ta marrë fjalën. Faleminderit kryeministër, edhe kjo kërkesë ka të bëjë me lidhet me shpronësimin në interes publik, pra të pronave të palujshme, që preken kësaj radhe nga realizimi i projektit të rehabilitimit të rrugës rajonale R112 segmenti Gjonaj-Bishtazhin në zonën kadastrale Gjonaj, komuna e Prizrenit. Ky projekt ka rëndësi të veçantë për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rritjen e sigurisë në komunikacion dhe lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve dhe biznesit në këtë zonë. Pas miratimit të këtij vendimi, do të vazhdojmë me procedura tjera ligjore në mënyrë që të ecin procedurat e para me legjislacionin në fuqi. Faleminderit. Faleminderit Ministre Fitore Pacolli Dalipi, e do fjalën dikush për diskutim? Me që jo, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë së Drejtësisë për ndarjen e mjeteve buxhetore për financimin e furnizimit dhe instalimit të një gjeneratori të ri në burgun e sigurisë së lartë. Ministria e Financave paraqet për miratim kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë për ndarjen e 200.000 eurove për furnizim dhe instalim të një gjeneratori të ri në burgun e sigurisë së lartë. Investimi synon të sigurojë furnizim të pandërprerur me energji elektrike dhe funksionim të qëndrueshëm të infrastrukturës dhe sistemeve të sigurisë në këtë institucion korrektues. Për më tepër e ftoj Ministrin e Financave, zotëria Kuran Murati, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministre, nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë. Para jush paraqes propozim vendimin për miratimin e kërkesës së Ministrisë Drejtësisë, pra për ndarjen e mjeteve të nevojshme për financimin e një gjeneratori për burgun e sigurisë së lartë, marrë parasysh pra nevojat që të ketë një infrastrukturë të tillë. Mjetet në vlerë prej 200.000 euro, pra merren nga programi i shpenzimit të përparashikuara pra tek rezerva dhe ndahen në Ministrinë e Drejtësisë në programin Shërbimi Korrektues i Kosovës, kategoria shpenzimeve investime kapitale
në kuadër të projektit kapital shpenzimet emergjente. Marrë parasysh rëndësinë e këtij vendimi, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 12 është shqyrtimi i kërkesës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fondeve transferuara në buxhetin e Republikës së Kosovës për ndërmarrjen shoqërore Komogllava. Ministria e Financave paraqet për miratim kërkesën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fondeve në shumën prej 12.513 euro të transferuara në buxhetin e Republikës së Kosovës për ndërmarrjen shoqërore Komogllava. Kthimi i këtyre mjeteve synon të mundsojë përmbushjen e detyrimeve dhe mbulimin e shpenzimeve që lidhen me procesin administrimit dhe likuidimin ndërmarrjes në përputhje me licitacionin në fuqi. E ftoj edhe një herë Ministrin e Financave Murati që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër. Ky pra është një propozim vendim në kuadër të asaj që parasheh ligji, pra mjetet që më parë ishin marrë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, konkretisht nga Fondi i Privatizimit, nga qeveritë më parshme, e parashohin që në rast se ato mjete pra herdokur nevojiten për të mbuluar obligimet e ndërmarrjeve shoqërore të cilat kanë qenë pjesë e likuidimit, qeveria pra duhet t'i kthejë atë sa është e nevojshme. Dhe në këtë rast pra kemi një kërkesë të tillë nga AKP që mjetet në vlerë prej 12.513 euro të kthehen për të mbuluar detyrimet e ndërmarrjes shoqërore Komogllava. Ju ftoj për miratim. Faleminderit, Ministër Murati. A dëm fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asesionin Ndërkombëtar për Zhvillim për Kompas, projekti i qasjes gjithëpërfshirëse të Kosovës për forcimin e sistemit shëndetësor. Ministria e Financave sjell për miratim nismën për marrëveshjen e grantit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asesionin Ndërkombëtar për Zhvillim si entitet implementues i Fondit Ndërkombëtar për Pandemi për grantin shtesë për projektin Kompas, qasja gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit shëndetësor. Përmes kësaj marrëveshje, Kosova do të përfitojë një grant në vlerë prej $6.894.556 amerikan, i cili do të kontribuojë në zgjerimin e aktiviteteve dhe forcimin e mëtejmë të projekte ekzistues për përmirësimin e sistemit shëndetësor. E ftoj përsëri Ministrin e Financave, zotëria Kron Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Siç e thatë edhe ju, pra bëhet fjalë për nismën e negocimit, procesit të negocimit të një granti, i cili pra merret nga në kuadër të bashkëpunimit që kemi me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, pra për projektin Kompas, qasja gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit të shëndetësisë. Ky grant vjen si rezultat i një propozimi të hartuar dhe të dorëzuar bashkërisht nga Republika e Kosovës, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në kuadër të iniciativës rajonale Make Ready. Financimi total i kësaj iniciative rajonale është $35 milion amerikan, nga të cilat pra $10.6 milion janë të destinuara për aktivitetet në Kosovë, kurse konkretisht pra nga shuma prej $10.6 milion që parashihet për Republikën e Kosovës, $6.8 milion kanalizohen përmes Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim apo Bankës Botërore në këtë rast, në kuadër të projektit Kompas për sistemin shëndetësor, në Ministrinë e Shëndetësisë si njësi implementuese, ndërkaq pjesa tjetër pra rreth $3.8 milion realizohet përmes organizatës së ushqimit dhe bujqësisë apo FAO. Granti shtesë pra nuk krijon komponente të reja në projektin Kompas, por e rrit buxhetin dhe zgjeron aktivitetet që tashmë janë të përfshira në kuadër të projektit ekzistues. Aktivitetet kryesore që financohen pra janë forcimi i kapaciteteve institucionale për shërbim për shëndet publik dhe gatishmërinë ndaj pandemive, përfshirë mbikëqyrjen e rezistencës antimikrobiotik, zhvillimin dhe zbatimin e sistemeve strategjike të informacionit shëndetësor, si dhe menaxhimin e projektit. Pra, përmes bashkëpunimit rajonal në kuadër të iniciativës Make Ready, Kosova do të ketë mundësi të harmonizojë edhe metodologjitë, standardet dhe praktikat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke kontribuar kështu në forcimin e mbrojtjes shëndetësore në nivel kombëtar, por edhe rajonal. Në këtë rast ju ftoj që ta miratojmë këtë nismë. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati, dhe fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.
Dhe pika e 14 të ndryshme kemi një pikë para josh për shqyrtim dhe miratim është propozim vendimi për emërimin e bordit të përkohshëm të drejtorëve të ndërmarrjes publike Infrakos Shoqëria Aksionare. Në përputhje me dispozitat e ligjit për ndërmarrjet publike, emërimi i bordit të përkohshëm synon sigurimin e funksionimit të rregullt dhe efektiv të ndërmarrjes, vazhdimsinë e qeverisjes korporative dhe ushtrimin e përgjegjësive të përcaktuara me legjislacionin në fuqi deri në emërimin e bordit me mandat të plotë. Ftoj Ministrin e Ekonomisë, zonja Nartane Resvanolli, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Prapë paraqesim këtë propozim vendim duke u mbështetur në nenet 5 dhe 43 të ligjit për ndërmarrje publike. Propozojmë emërimin në një bordi të përkohshëm deri në emërimin e bordit të rregullt në Infrakos, mirë po jo më shumë se 6 muaj. Emërohet, propozojmë një përbërje si në vijim, zotri Gjetuar Zogu, kryesues, zonja Detrina Alishani Sopi, antare, zonja Fjolla Gashi, antare, dhe zotri Genc Hundozi, antare. Duke marrë parasysh nevojën që ndërmarrja të vijojë me funksionimin e rregullt të vendimarrja në nivel të bordit, ju ftoj ta miratoni këtë propozim vendim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Rizvanulli, a do fjalën dikush për diskutim? Me që jo, atëherë ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Tash kemi edhe 2 pika nga Ministria e Financave, andaj pa unë kohë ftoj me njëherë Ministrin e Vërën Muradit që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Janë 2 pika, pra propozim vendimi i parë ka të bëjë me një ndarje shtesë në kuadër të klauzulës për investime për komunën e Shtimës për një projekt ekzistues, pra që është në përfundim. Me mjetet e tilla i kishim ndarë edhe vitin e kaluar, por fatkeqësisht nuk kanë arritur të përfundohen procedurat e përmbylljes së projektit në kohë, prandaj duhet edhe një herë të ndahet shumë e njëjtë, gjë që shpresoj të jetë hera e fundit për këtë çështje, pra është ndarja e mjeteve buxhetore në vlerë prej 44.004 euro e 22 cent për komunën e Shtimës për përfundimin e projektit impianti për trajtimin e ujërave të zeza përmes klauzulës së investimeve Fondi Burimor 06, ndërka që pika tjetër pasuese pastaj është për mbulimin e kartonit të gjelbërt apo policës sigurimit kufitar për Mërgatën. Por fillimisht ju ftoj për miratim të ndarjes për komunën e Shtimës. Faleminderit Ministër Murati, atëherë bëhet fjalë për pikën e cila i korespondon ndarjes për 40.000 euro për një projekt të ujit dhe kanalizimit të komunës e Shtimës. A ka dikush fjalën për diskutuar lidhur me këtë? Me që jo, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe krejt e fundit është çështja e kartonit të gjelbër, për çfarë e ftoj edhe një herë Ministrin Murati ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, ngjashëm sikurse vitet paraprake, pra edhe këtë vit, duke filluar pra nga muaji korrik e tutje, ne si qeveri, pra ndajmë mjete për të mbuluar policën kufitare apo atë siç njihet kartoni gjelbërt për Mërgatën tonë, të cilët vinë me vetura në vizit apo për qëndrim pra në Kosovë për gjatë kësaj periudhe. Prandaj si e tillë, pra propozim vendimi parashet ndarjen e mjeteve buxhetore në shumën prej 3 milion euro për zbatimin e masës 4.5 mbështetja e Mërgatës nga pakoja e ringjalljes ekonomike. Pra mjetet merren nga programi i ringjalljes ekonomike me kod 29300, kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfereve ndahen në Ministrinë e Financave, pra në thesar në kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfere. Në kuadër të propozim vendimit, pra autorizohet edhe Ministria e Financave që të bëj pra përgatitjet konkrete sa i përket edhe zbatimit të një marrëveshje të tillë. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim lidhur me policën kufitare përkatësisht kartonin e gjelbërt, përkatësisht mbulimin nga qeveria jonë për Mërgatën gjatë stinës së verës, sikurse që kemi bërë edhe në vitet e kaluara. Me që jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq mbyllim edhe mbledhjen e sotme. Ju faleminderit të gjithëve.